Për nxënësit dhe mësuesit e shkollës Marigo Pozio, viti i ri shkollor nisi me një infrastrukturë të vjetëruar që i ka shoqëruar ata prej vitesh në të gjitha klasat, por edhe në ambientet të tjera të brendshme të këtij institucioni arsimor. Por më në fund hapet një dritë shprese për ta, teksa Bashkia e Vlorës ka planifikuar që shumë shpejt të nisë procedurat për tenderimin e rehabilitimit të shkollës Marigo Pozio. Është një vlerë e konsiderueshme, e cila është vendosur në dispozicion rreth 170 milion lek, të cilat do të shërbejnë pikërisht për të bërë të mundur një rikonstruksion total të kësaj godine, e cila prej më shumë se 30 vitesh nuk ka njohur dorën e investimeve. Një ambient që tashmë duket se është vjetëruar, që nga dritaret, të cilat shpesh nuk kanë xhama, apo edhe tek infrastrukturat problematike dhe as pak higjienike e banjove. Në këto kushte, Bashkia e Vlorës ka hartuar tashmë projektin dhe shumë shpejt, pas miratimit të fondit edhe në Këshillin Bashkiak, do të bëjë të mundur nisjen e punimeve për habilitimin e shkollës Marigo Pozio. Shkolla Marigo Pozio, e cila prej vitesh nuk ka njohur dorën e investimeve, do të rehabilitohet. Bashkia e Vlorës ka një projekt konkret për të bërë të mundur rehabilitimin e kësaj shkolle, e cila këtë vit ri shkollor e ka nisur ashtu si vitet e kaluara me një infrastrukturë të jetë problematike, por pritet që me miratimin e fondit të hidhet në tenderim edhe projekti për të bërë të mundur rehabilitimin e një prej institucioneve arsimore kryesore, sa i përket 2 lagjeve, 24 maj dhe 1 maj. Po ashtu, Bashkia e Vlorës do të kushtoj një rëndësi të veçantë gjatë kësaj periudhe edhe disa investimeve të tjera në godina arsimore. Bëhet fjalë edhe për rikonstruksionin e kopshtit 1 maj në Vlorë, për të cilin është vendosur në dispozicion një fond mbi 265 milion lek. Po ashtu, me fondet e Bashkisë së Vlorës do të mundësohet mobilimi i shkollës Avni Rustemi. Këto investime kanë tashmë fondet e përcaktuara dhe pas hapjes së procedurës tenderuese do të bëhet e mundur edhe nisja e punimeve, të cilat po priten me padurim si nga nxënësit, por edhe nga stafi arsimor i këtyre institucioneve, pasi prej vitesh nuk ka patur investime në to.